Një ngjarje e rëndë ka ndodhur paraditën e së hënës në Durrës, ku një burr ka plagosur me thik vajzën e tij 24 vjeçare. Ngjarja e rëndë u regjistrua rreth orës 10 në një zonë të Durrësit, ku 56 vjeçari Mikel Ndoj sulmoi vajzën e tij Jessica Ndoj duke plagosur me thik. Një i ri, Ornard Memlika, i cili ndërhyri për të ndaluar sulmin, u plagos gjithashtu, duke u shndruar në viktimën e rastësishme të këtij konflikti familjar. Sipas burimeve të policisë, konflikti dyshohet se ka lindur nga mospranimi i autorit në familje, Mikel Ndoj. Ky i fundit kishte kaluar disa vite në burg në Itali dhe ishte kthyer së fundi në Shqipëri duke kërkuar ribashkim me familjen. Refuzimi i vajzës ka çuar në përshkallëzim të situatës, që kulmoi me sulm fizik në rrugë pranë vendit të punës së Jessicas. Viktima u dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Durrësit, ku mjekët konfirmuan se ndodhet jashtë rrezikut për jetën, duke lehtësuar shqetësimet e banorëve për pasojat fatale. Policia ka nisur një operacion të gjerë për kapjen e autorit, duke kontrolluar zonat përreth, duke mbledhur dëshmi nga banorët dhe punonjës të bizneseve përreth ngjarjes. Grupi hetimor po punon intensivisht për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe motivet e plota që çuan në këtë incident, ndërsa komuniteti lokal është tronditur nga kjo ngjarje dhe kërkon përgjegjësi për autorin e sulmit.